Bashkia Maliq po i jep fund vitit me një sër aktivitetesh artistike dhe festive që synojnë të sjellin gëzim dhe energji pozitive në këtë periudhë të fundvitit. Dy prej aktiviteteve kryesore që do të shënojnë mbylljen e vitit janë pjesëmarrja në Autonom Fest dhe mbrëmja qendrore festive me nxënësit më të mirë të bashkisë. Në kuadër të Autonom Fest, artistë të rinj dhe grupe kulturore nga Maliqi përfaqësuan traditat, muzikën dhe identitetin lokal. Për Autonom Fest kemi përgatitur një grup të ri valltarë, sepse siç dihet brezat ikin, si vjet na iku një brez, po përgatisim një brez të ri, jemi në fillimet e përgatitjes. Kemi këngëtar të ISOS dhe këngëtarët popullor dhe orkestrinën. Ndërkohë, eventi tjetër madhor do të jetë mbrëmja qendrore festive, ku Bashkia Maliq do të nderojë nxënësit më të mirë të shkollave të qytetit dhe njësive administrative. Jemi duke përgatitur, duke punuar me shkollat për të nxjerrë nxënësit ekselent. Njëkohësisht po përgatitim dhe spektaklin. Jemi duke bërë prova me këngëtarët e vegjël, me koret, me komplekset, njëkohësisht dhe me libretin, me ata që do recitohen dhe libretin e vitit të ri. Përgatisim dhe pakot që do t'i japin nxënësve ekselent, cilën ne kemi bashkëpunim me Kishën Angjëllore. Atmosfera do të shoqërohet me një program artistik, muzikë dhe momente festive të përgatitura nga vetë nxënësit.